Hajde Allah. Hajde po se shajde. Ja, men det är då så att det är men. Okej. Një 2, 5, 10, një 2, një 2, 3, 5, 10, 7, 2, 3, 5, 10, një 2, 7. Ja që i zonin edhe farë, pra. Një 2, 5, 10, një 2, 5, një 2, 7, një... Testoj, hajde shtu testoj. Qëre tash është mirë? Pes një dy, këshëra është mirë mikrofoni? Ja? Mirë është. Mirë. Po, mirë është. Filloj. Përshëndetje për të gjithë. Më lejoni që t'ju uroj të gjithë qytetarët që këtë ditë shumë të rëndësishme për të gjitha komunat e Kosovës ta shfrytëzojnë në mënyrën që ata dinë më së miri dhe që ta kryejnë edhe një obligim qytetar, edhe një obligim kushtetues. Urojmë posaçërisht votuesit e ri që për herë të parë dalin në vend votime, që edhe ata të bëhen pjesë e vendimarrjes shumë të rëndësishme për të ardhmen e tyre në komunat e tyre. Ne si Lëvizje Vetëvendosje angazhohemi që kjo ditë e veçantë për Republikën e Kosovës të kalojë e qetë dhe pa asnjë problem. I ftojmë të gjithë qytetarët pa dallim që të marrin pjesë në votime. Është kohë e mirë, është kohë shumë e përshtatshme dhe nuk ka punë më të rëndësishme sot asnjë qytetar se sa të denë në votime. Sa më i madh që të jetë numri atyre që marrin pjesë në procesin zgjedhor, zgjedhjet do të jenë më demokratike dhe ne jemi shumë të interesuar që këto zgjedhje të jenë demokratike, të jenë të qeta, të jenë të drejta dhe të jenë në interes të qytetarëve të Kosovës. Ju falemnderit, këtu jemi bashkë me Yll Hoxhën,
i cili është shef i shtabit në komunën e Prishtinës, kurse sa u përket komunave të tjera kemi raporte jashtëzakonisht të mira se procesi zgjedhor po ecë normalisht me ndonjë vështërsi apo problem që është minore që nuk e vlen të përmendet këtu në këtë konferencë të parë. Yllorna. Faleminderit. Ismail, procesi në Prishtinë ka filluar mbar. Është një ditë e bukur, një ditë me shumë votues në orët e hershme. Prishtina deri në orën 11 ka nxjerrë 22.000 votues, që është një shifër shumë e kënaqshme e pjesëmarrjes, e cila me këtë tempo garanton se do të kemi pjesëmarrje ndoshta më të lartë në zgjedhjet në Prishtinë. Kjo është atë që e kemi dëshiruar, për atë që kemi punuar, kjo mendoj se është shej e konfirmimit të vullnetit të qytetarëve të Prishtinës, konfirmimit demokratik për zgjedhjen e tyre të lirë. Në këtë ditë të bukur duhet angazhuar edhe më tutje në mënyrë që të gjithë qytetarët ta kryejnë detyrën e vet dhe ta japin votën e vet, vullnetin e vet për të ardhmen e Prishtinës. Sot e ardhmja e Prishtinës është vetëm në duart e tyre, i thras gjithë ata që në orët e ardhshme të gjithë të dalin dhe ta japin votën. Procesi nuk ka shënuar incidente të theksuara, ato disa raste sporadike janë menaxhuar me sukses nga komisionerët dhe vëzhguesit tonë në përvendvotime. I bëjmë thirrje komisionerëve dhe vëzhguesve dhe organeve të rendit që të jenë syqel edhe në orët e ardhshme dhe të zbatojnë ligjin, të zbatojnë rregullat dhe procedurat, dhe ne do të jemi në funksion të kësaj mbarvajtje me gjithë kapacitetet tona organizative. Faleminderit.